Bismillahirrahmanirrahim. Në dorën time kam një libër rreth 400 faqe, të cilin sipas këtij shënimi që kam vendosur këtu, e kam blerë në Medinën e pejgamberit alayhi salatu wassalam në vitin 2020. I riktheva këtij libri për të marrë ca shënime. Mirë po, i riktheva parathanjes, edhe meta peng i kësaj parathanje. Subhanallah, edhe dje ngela peng i kësaj parathanje, edhe sot ngela peng i kësaj parathanje. Dhe nuk është diçka e madhe, është një shënim jo më shumë se 5 rreshta. Mirë po që kam shumë dëshirë që këto 5 rreshta t'i vendos para durve tuja, e në veçanti para durve të nanave, të dashtuna e të shtrenjta. Sepse në fakt, ky është një mesazh për çdo nanë. Çdo nanë e cila e kupton gjuhën time. Autori thot kështu: I adhuroj këtë libër asaj që dolit me përcillte me lot për faqe. Para se të nisesha për udhëtimin tim drejt Filipinëve. Ajo kishte ngritur duart drejt qiellit edhe lutej: O Zoti im, o Allah, po ta la amanet djalin tim në dorën tënde, sepse ti nuk e humbet asnjëherë amanetin. U nisa drejt Filipinëve dhe Allahu më shpëtoi për hatrin e duas së nanës time. I shpëtova 6 plumave nga distanca 1 metër. Nana ime e dashton kuptova tashti se lutja jote është më e fortë se sa plumi. Subhanallah, edhe ngela peng i kësaj parathanie, as shënimet, as përtej shënimeve. Dhe duket sikur çdo gjë në këtë libër, që quhet Zgjidhja, është peng i kësaj parathanie. Dhe sikur autori të mos kishte shkruar asgjë përveç kësaj parathanie, dhe të na kishte sjell një libër me 400 faqe e kusur bosh, do të kisha thënë, ai ndoshta i ka lënë këto faqe për t'i plotësuar gjithë secili për nesh. Për hakun e madh që ka nana në jetën tonë, për respektin e për uljen e dashnin që duhet t'i kushtoj fëmia nanës së tij pa asnjë lloj kushti, për pozitën e lartë që Allahu subhanahu wa taala i ka dhënë nanës në jetën e gjithë secilit prej nesh, për pozitën e lartë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka dhënë nanës në jetën e gjithë secilit prej nesh, dhe këtu në një parantezë të shkurtër, më lejoni që të risjell në vëmendjen tuaj atë përgjigje të mrekullueshme të pejgamberit alaihi salatu wasalam, kur dikush erdhi dhe e pyeti se: Ja Rasulullah, kush është personi që meriton më së shumti respektin edhe nderimin edhe dashnin time? I tha: nana jote. I tha: pastaj kush? I tha: nana jote. I tha: pastaj kush? I tha: nana jote. La ilaha illallah. Edhe duket sikur ky personi e pyet dhe gati nuk e beson as ai këtë përgjigje të madhe të pejgamberit alayhi salatu wasalam, që është një mrekulli e përgjigjeve të urta e largpamse të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Pastaj thot: kush, ja Rasulullah? I thot: pastaj baba jot. Duke u rikthy kësaj parathanie të madhe, dhe duke mos dasht me u zgjat më shumë në atë çfarë mund të them pafundësisht për pozitën e nanës në islam edhe domosdoshmërinë e edukatës, mirënjohjes, respektit, për uljes, shërbimit që duhet i kushtoj gjithë secili për nesh, nanës edhe babës. Më lejoni që këtë këshill edhe këtë parathanie mi të gjitha ta vendos në duart e nanave të shtrenjta, si për të kërkuar nga gjithë secila prej tyre, me për ulësinë më të madhe, që lutuni sa më shumë për fëmijët tuaj. Lutuni sa më shumë për fëmijët tuaj. Sot fëmijët tanë, familja e jonë, po kalon në kriza të çuditshme e të frikshme.
Kriza që sapo shfaqet në horizont njëra prej tyre dhe përpiqemi të angazhohemi shfaqen edhe 10 më pas. E kështu me radhë, edhe duket sikur jemi përfshirë të gjithë ne në një vorbull të frikshme sprovash edhe krizash që lidhen me problemet në familje, me keq edukimin e fëmijëve, me tendencen vrastare dhe kriminale për të na i vjedh fëmijët, për të na vjedh kohën e tyre, shpirtin e tyre, mendjen e tyre, edukimin e tyre, dhe fol kështu pafund. Kërkesa ime dhe dëshira ime është që nanat të luten për fëmijët e tyre. Mos e neglizhoni në asnjë moment e për asnjë namaz lutjen për fëmijët tuaj në veçantë. Pejgamberi alayhi salatu wasalam na ka mësuar se lutja e 3 personave nuk kthehet mbrapsht. Ka thënë pa dyshim. Pa dyshim. Pra jo vetëm që e ka vërtetuar dhe na ka treguar se ajo lutje nuk kthehet mbrapsht dhe pranohet, por ka thënë pa dyshim, pra mos keni asnjë dyshim për këtë. E para, lutja e personit që i është bërë pa drejtësi. Lutja e personit që i është bërë pa drejtësi nuk kthehet mbrapsht. Thot në një vend tjetër, edhe nëse bëhet nga një fe mohues. Një fe mohues. Nëse i lutet Zotit se dikush i ka bërë pa drejtësi, Allah Azza wa Jall i përgjigjet atij. Ka thënë e dyta, lutja e udhëtarit dhe lutja e prindit për fëmijën e tij. Lutja e prindit për fëmijën e tij. Prandaj të dashur dhe të shtrejt, të lutemi për fëmijët tanë dhe jo të mallkojmë fëmijët tanë, e jo të namim fëmijët tanë, e jo të shajmë, atë përbuzim, atë kërcënojmë nëpërmjet lutjes fëmijët tanë. Sepse Zoti na ruaj, kjo e dyta është pastaj musibet i madh, që na kthehet me një të keqe të paparashikueshme e shumë të madhe në familjen tonë. Jo po ishte kështu, jo po si ishte. Hiqe nga fjalori, namen, shamjen, mallkimin e fëmijës tanë. Lutu për fëmijën tanë. Lutu për fëmijën tanë. Siç pejgamberi alayhi salatu wasalam lutej për fëmijët e tij. Siç pejgamberi alayhi salatu wasalam tashmë gjysh lutej për nipat e tij. Dhe thoshte me këtë lutje është lutë edhe Ibrahimi për Ismailin dhe Ishakun, që do të thotë se është traditë e pejgamberëve të Allahut Azza wa Jall, me u lut baba e nana për fëmijën, e me u lut gjyshi e gjyshja për fëmijën, për nipin, për mesën. E janë të kontribuojmë të gjithë sa të kemi mundësi, jo vetëm me fjalë, jo vetëm me këshilla, jo vetëm me përpjekje të vazhdueshme për të mirë eduku fëmijët tanë, për t'i ruajt nga e keqja, për t'i ruajt nga devijimi dhe çturja, për t'i ruajt nga haramet, për t'i ruajt nga zbukurimi i të keqes që bëhet sot me propaganda dhe investime marramendse. Por e janë të punojmë në këtë drejtim për të mirën e fëmijëve dhe familjeve tona, edhe nëpërmjet lutjes. Subhanallah. Ju riktheva parathanjes së autorit të këtij libri dhe thotë: nana ime e dashur, mësova tashti se lutja jote është më e fortë se plumbi. Allahu ju dashur.